Federata e Futbollit organizoi një event mirënjohje dhe falenderimi për ish trajnerin e ekipit të Shqipërisë Silvinho, si dhe për dy zëvendës trajnerët Dorival dhe Pablo Zabaleta për kontributin dhe punën e tyre gjatë 3 viteve e gjysmë në krye të kuqezinjve. Në një atmosferë vlerësimi dhe respekti, Duka falenderoi stafin teknik për profesionalizmin, për kushtimin dhe mënyrën dinjitoze me të cilën përfaqësuan fanellën kuqezi, duke veçuar si moment kulmor kualifikimin historik dhe pjesëmarrjen e Shqipërisë në Euro 2024. Si shenjë mirënjohje, presidenti i FSHF-s u dhuroi trajnerëve nga një fanellë të kombëtares me mbishkrimin Forever në vlerësim të kontributit të tyre në historinë e futbollit shqiptar. Në fjalën e tij, presidenti Duka theksoi se stafi teknik ka lënë gjurmë jo vetëm për rezultatet sportive, por edhe për dinjitetin, për kushtimin dhe mënyrën se si përfaqësuan fanellën kuqezi. Presidenti i FSHF-s sqaroi se ndryshimi i stafit vjen si pjesë e mbylljes së një cikli dhe hapjes së një etape të re për ekipin kombëtar, jo për mungesë rezultatesh apo motivimi. Ai po ashtu shprehu mirënjohje për të gjithë stafin dhe uroi suksese në karrierë dhe në jetë. Në këtë histori keni marrë dhe një pjesë të historisë Shqipërisë dhe një pjesë të historisë tonë dhe të kombëtarës tonë që është gjoja më e bukur dhe besoj se do t'ju ketë zbuluar dhe besoj se do t'ju mungoj në të ardhmen. Ne sot jemi për këtu të gjithë për t'ju falenderuar për kontributin tuaj në futbollin shqiptar, në ekipin kombëtar që realisht është simboli i futbollit shqiptar, është simboli i gjithë shqiptarëve gjatë 3 viteve. Zoti Silvinho, Dori dhe Zabaleta kanë dhënë një kontribut maksimal, kanë përjetuar momente të bukura, jo vetëm rezultate. Rezultati pa dyshim që është i rëndësishëm në futboll, por ajo që mbetet është dhe dinjiteti me cilën ato e kanë përfaqësuar fanellën shqiptare, për kushtimin me cilën ato kanë punuar gjatë këtyre 3 viteve dhe në fundit mbetet edhe miqësia dhe dashuria jonë dhe fakti që ne jemi pothuajse gjithë Federata e Futbollit këtu për t'i falenderuar tregon që respekti ai është gjëja kryesore që mbetet. Ne kemi vendosur që ta ndrojmë stafin e ekipit kombëtar sepse në një lloj mënyre këto janë rregullat e futbollit, sepse futbolli i ekipeve kombëtare nuk është një lloj si futbolli i klubeve. Në klube mbase ke mundësi të ndrosh lojtarët, ndërsa në ekip kombëtar mbetet për të ndruar vetëm stafi, sepse lojtarët nuk ndrohen, nuk shiten dhe nuk blehen lojtarët e ekipit kombëtar. Kështu që ky është ai slogani që ne përdorim, mbyllet një cikël dhe hapet një cikël tjetër. Për këtë arsye, jo për arsye të mungesës për kushtimit, motivimit dhe të rezultatit të ekipit kombëtar. Silvinho u shpreh i lumtur dhe krenar për periudhën në krye të kombëtares shqiptare, duke theksuar se përtej rezultateve sportive, ajo që do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij janë marrëdhëniet njerëzore dhe bashkëpunimi i përditshëm me stafin e FSHF-s. Trajneri brazilian falenderoi të gjithë punonjësit e federatës për mbështetjen dhe vlerësoi frymën e unitetit që sipas tij ka shoqëruar ekipin gjatë gjithë rrugëtimit. Uno ci mette a fare un lavoro ci mette a fare al 100%. C'è volte che la cosa va benissimo, a volte non va bene. Calcio, io faccio un mestiere molto duro, tanti di voi qua sapete. Allora parliamo di 3 anni e mezzo, assolutamente contento di tutto quello che abbiamo fatto insieme, dal primo giorno abbiamo detto. Ma io non volevo veramente parlare del campionato europeo 2024, qualificazioni per il mondiale, playoff, no. Io volevo parlare di più di 100 persone che vivono e lavorano per la Federata. Tanti di voi ho avuto la possibilità di fare una bella chiacchiera, un bel caffè, ricordo ancora 3 anni fa, il quarto piano dove era il presidente c'è il caffè, alle 9 era lì un giorno o l'altro per fare un caffè con tutti, da sentire ognuno da voi che lavora in quello bellissimo posto. Rimanerà sempre al mio cuore, al di là di tutto quello che abbiamo visto qua, è bello, ti fa emozionare, ma su tutto voi ragazzi, il rapporto umano, quello
non dimenticherò mai ognuno da voi che ce l'ha in mio cuore. Grazie mille a tutti, faleminderit, miropafshim. Dorival shpreu emocionet dhe mirënjohjen për periudhën e kaluar në Shqipëri, duke falenderuar të gjithë punonësit e FSHF-s për mikpritjen dhe bashkëpunimin e përditshëm. Ai theksoi se eksperienca me kombëtaren shqiptare do të mbetet një nga kujtimet më të veçanta të jetës dhe karrierës së tij. Pablo Zabaleta vlerësoi rolin dhe përkushtimin e të gjithë njerëzve që punojnë në federat, duke theksuar se çdo sukses i ekipit kombëtar është rezultati punës së përbashkët. Ish mbrojtësi i Argjentinas u shpreh mirënjohës për periudhën e kaluar në Shqipëri dhe nënvizoi se lidhja me FSHF-n dhe me vendin tonë do të mbetet gjithmonë e veçantë për të.